Pas rezultateve zhgënjyese të republikanëve në zgjedhjet lokale të së martës, përfshirë dhe fitoren historike të Zoran Mamdamit në New York, Donald Trump ka reaguar me tonë mbrojtëse duke u përpjekur të distancohet nga humbjet e partisë së tij. Në një postim në Truth Social, presidenti i Shtetit Bashkuara shkroi: Trumpi nuk kishte në flet votime dhe mbyllja e qeverisë ishin dy arsyet pse republikanët i humbën zgjedhjet sonte, duke i atribuar dështimeve të faktorëve të jashtëm si mbyllja e përkohshme e qeverisë federale dhe mungesa e tij në garat lokale. Trump kishte ndërhyrë personalisht në disa gara, përfshirë ato në New Jersey dhe Virginia, ku kishte mbështetur Jack Ciattarellin dhe Winsome Earl Sears, të cilët gjithashtu pësuan humbje. Një ditë para zgjedhjeve, ai u kishte bërë thirrje mbështetësve të tij që të votonin ish-guvernatorin Andrew Cuomo në vend të demokratit Zoran Mamdami dhe kandidatin republikan Curtis Silva në garën për kryebashkiakun e New Yorkut. Megjithatë, përpjekjet e tij rezultuan të kota. Mamdami triumfoi, ndërsa të gjithë kandidatët e mbështetur nga Trump humbën garat e tyre.